Gatishmëri për bashkëpunim kanë veçse me një kusht. Nisma Socialdemokratë si parti politike është shprehur e gatshme që të nisë bisedimet me vetëvendosjen e Albin Kurtit për ta formuar qeverinë e re. Por për aq kohë sa Dim Albasha do të jetë në pozitën e krye parlamentarit, subjekti Fatmir Limajt nuk ka vota për këtë hap. Kushti i vetëm është që sigurisht që në krye të kuvendit nisma nuk do të lejë të funksionojë një figurë e cila ka kriju një përçarje në vend, sa i përket rrethonave që ne i dimë, domethënë raport me kryetarin aktual të zgjedhur. Anise çdo ftesë Izmaku thotë se do t'i përgjigjen. Në momentin kur ka me fillu bisedimet, kena me qenë prapë të përgjithshëm, me qenë pjesë e tavolinës. Sigurisht në me gjitha ato kondita që i kemi pas në vazhdimsi. Por me nxetem këtë punë duket se nuk e ka kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili të shtunën e 11 thetorit deklaroi se e ka marrë dekretin e presidentës Vjosa Osmani për ta krijuar ekzekutivin. Megjithatë, Anise kanë filluar t'i rrjedhin afatet. Këto ditë, Kurti prioriteti pati zgjedhjet lokale, derisa thotë se ka koboll për këto veprime. Dje dhe sot nuk kam arritur ende që të zhvilloj ato komunikimet, por po e bëjmë një plan edhe për këtë gjë. I kemi më shumë se 10 ditë. Albin Kurti afatin e fundit për paraqitjen e kabinetit të ri qeveritar e ka 26 tetorin.